Mirëmëngjesi njerëz, ja ku jam, e hën, gusht, dhap, por si zakonisht, pra si çdo të hën, mesazhi i hyjeve në fatën në muzikë, pra horoskopi dhe pastaj një këngë, një tekst, një poezi, ose më mirë e kundërta, një tekst, një poezi, një këngë. Ti bëjmë gjërat me radhë. Horoskopi për këtë javë është ky që do të dëgjoni si më poshtë njerëz. Dashi. Unë nuk jam konfuz, thoshte poeti amerikan Robert Frost, që është i shenjës dashit. Unë jam i mirë përzier. Këtë thënie të poetit Frost, unë o dash, bura grua qofsh ta këshilloj ta bësh moton tënde në javët në vazhdim. Ju o deshër, sa më pëlqen kjo fjala, bura gra qofshi, jeni duke hyrë në një fazë të ciklit tuaj yjor, në të cilin do t'jeni tepër kurioz, ose duhet të jeni tepër kurioz dhe të përziheni eksperiencat e vjetra që keni pasur me idetë e reja që keni. Tamam, bazuar edhe në mesazhin e yjeve, unë do të guxoja o deshër, bura gra qofshi, ju propozoja që jo vetëm t'i përziheni eksperiencat me idetë, por t'i bëni një brum të vetëm me shumë përbërësa, sepse kështu mendoj që edhe yjet do ju shpërblejnë më së miri. Kompleksiteti nuk do t'jetë dobësia jote o dash, bura grua qofsh, do t'jetë arma jote në javët në vazhdim. Demi. Problemi i deklaratave apo informacioneve në internet është se nuk mund t'i vërtetosh në janë autentike apo jo, sidomos tash që ka hyrë në lojë edhe inteligjenca artificiale. Ka thënë heroina kombëtare franceze Jeanne d'Arc, dhe këtë e ka thënë në vitin 1429, përpara se të udhëhiqte trupat franceze në betejën e Pëtës. Besoj o dem, bura grua qofë, se e kuptove që po bëj shaka, se nuk hyn Jeanne d'Arc në 1400 me situatat e sotme. Sepse ajo nuk e pati kur kënaqësinë të lundronte në rrjet. Por ta thash që ti o dem, bura grua qofsh, të kuptosh një gjë dhe ta ngulësh mirë në kokë. Bëhu skeptik apo skeptike, si në drejtim të informacioneve paradoksale e si në drejtim të atyre banale. Mos i zër bes lajmeve në duke interesante që në të vërtet janë o hiq, o gjysmë të vërteta dhe me të cilat nuk ja vlen të humbasë shkohën. Gjithashtu, mos i zër bes edhe ca thashe themeve apo muhabeteve që do të dëgjosh dhe që mund të shkaktojnë tek ty një reagim jo fort mirë. Me një fjalë, beso o dem, bura grua qofsh, por edhe verifiko, beso e kontrollo. Binjakët. Është një film fantastiko shkencor që ka filluar diku nga mesi i viteve 60 në botë, në Amerikë, ka filluar të transmetohet. Mbaj mend që te RAI, te Radio Televizion Italian, në atë kohë kur filloi të transmetohej, që ishte rreth vitit 1970, 78, 79, mbaj mend në atë kohë ne nuk linim episod pa parë, unë edhe ca bashkëmoshatarë të mi. Në një nga episodet, një grua që jetonte në anijen kozmike Enterprise shkoi në klinikën mjekësore të anijes dhe i kërkoi shefit të klinikës disa substanca kimike sepse kishte ndërmend të krijonte një kopësht botanik brenda anijes. Shefi i klinikës, mjek shumë i zoti, kishte shumë respekt për veten dhe për profesionin e tij dhe me vetullat të ngrysa, po vetullat ishin ato vetullat të tmerrshme që duket sikur i kishte ngjit me dorë, kryeti kokën dhe e pyeti pse vinte dhe e shqetësonte me kërkesa të tilla të rëndomta banale. Dhe pas kësaj, bëri një deklarat që pastaj ngeli si aforizëm ndër ata që ndiqnin filmin, ndër ne, domethënë. Tani e kuptoj se si është ndjerë Hipokrati kur mbreti e thiri dhe i kërkoi t'i priste një copës lëkurë që e shqetësonte te gishti i vogël.
se dhe Hipokrati ishte mjek. Ta tregova këtë histori o binjak bura grua qofsh sepse parashikoj se edhe ti shumë shpejt do të gjendesh në një situatë të tillë të ngjashme me atë mjekun e anijes kozmike. Por këshilla ime është që ndryshe nga ai, ti duhet ta plotësosh me dëshirë një kërkesë të çuditshme që do të të vijë dhe je shumë vonë do të shpërblehesh për njerëzëllikun tënd në një formë që sot as nuk mund ta imagjinosh. Gaforia. Përpara se të doja ty, shkruan poeti Kilian Pablo Neruda, i shkruan të dashurës tij në një nga sonetet që ka bërë, çdo gjë i përkiste të tjerëve, i përkiste askujt, përderisa nuk më përkiste mua. Dhe Pablo Neruda njerëz ka qenë i shenjës gafores. Po ti o gafore, bura grua qofsh, a e ke provuar ndonjëherë sensacionin e të ndjerit se je vërtet i dëshiruar apo e dëshiruar nga dikush? A ke provuar ndonjëherë ta mbushësh një boshllëk me praninë e një njeriu special? Për javën në vazhdim, unë o gafore, bura grua qofsh, një ndjenjë, një sensacion, një ndjesi të tillë ta uroj me gjithë zemër dhe jo vetëm, por sipas mënyrës time të interpretuarit të mesazhit që yjet ka dërguar, të siguroj se një ndjenjë e tillë do të jetë pjesë e jotja. Ajo që unë nuk di është se ky njeri special që do të shfaqet në jetën tënde do të jetë partneri i zemrës, do të jetë partneri i biznesit apo i shoqërisë. Sidoqoftë, e kushdo qoftë, e sigurt është që në botën tënde emocionale do të të mbush një boshllëk që mbase ka ca kohë që ekziston. Luani. Shkencëtarët janë aq të apasionuar pas kërkimeve që bëjnë sa shpesh ndjehen të plotësuar e të realizuar edhe me zbulimet e pavlera që bëjnë. Këtë nuk e them unë njerëz, por shkrimtari i disa veprave fantastiko-shkencore dhe horror, amerikani Howard Phillips Lovecraft, që është i shenjës Luanit. Me këtë ai do të thotë se kush është në kërkim gjithmonë shoqërohet nga dështime dhe nga një ndjenjë humbësie. Unë personalisht këtë teori nuk e pranoj. Unë personalisht, edhe pse nuk jam i Luanit, pranoj që njeriu edhe mund të dështojë në atë çka po kërkon, apo ka kërkuar në një drejtim apo në një drejtim tjetër, apo në drejtimin që po e kërkonte deri tash mund edhe të dështoj. Luan, bura grua qofsh, pra qofsh Luan, a Luanesh. As ti mos u dëshpëro se nuk po gjen dot rrugën apo njeriu apo idenë duhur në këtë moment. Duke dështuar, je në rrugën e drejtë për të gjetur atë çka po kërkon. Dhe lumturia apo gëzimi që do të kesh kur ta gjesh, do ta justifikoj lodhjen dhe mundimin e këtyre kohëve. Ndoshta kjo është java apo javët që do të realizohet. Virgjeresha. Thomas Gray është një poet anglez i viteve 700 dhe është i shenjës Virgjereshës dhe është bërë i njohur mbi të gjitha për poezinë e tij Elegji, që e ka shkruar duke shkuar për ditë në një varrezë në mes të një fushe. Është një poezi e shkurtër, shumë më e shkurtër se sa ky horoskop që unë kam përgatitur për ty o Virgjeresh, bura grua qofsh, por që poetit Gray ju deshën 7 vjet për ta thurur. Virgjeresh, bura grua qofsh. Unë besoj, natyrisht duke ju referuar edhe mesazhit të yjeve, se ti po hyn në një vuajtje dashurie që do të vazhdojë rrugtimin e saj me ritmet që Gray kompozoi Elegjin. Me siguri nuk do të vazhdojë 7 vjet, por do të kërkoj shumë më tepër kohë se ç'e kishe menduar. Mos u shqetëso se është koha e nevojshme, është ajo kohë që duhet. Dashuria për të cilën po të flas ka të bëjë me një projekt i cili përveç të tjerave do të përcaktoj
edhe disa gjëra të rëndësishme në vazhdimin e jetës tënde, në vazhdimin e të ardhmes tënde. Pra, nuk duhet të kesh nxitim. Jepi kohës, jepi kohën e dur. Kuptoje si të duash, po jepi kohës e dur. Në rregull? Peshorja. Lanson George, ose George i vetmuar, ka vdekur, ose më mirë u gjeti vdekur, në 24 qershor të vitit 2012, në një moshë rreth 100 vjeç. Ju, o peshore, dhe jo vetëm ju, bura gra qofshi, do të thoni, kush ka qenë ky George? Ka qenë ekzemplari i fundit i një lloj breshke gjigande që ka jetuar për mira vjet në ishullin Pinta në arqipelagun ekuadorian Galapagos. Por, sipas shkencëtarëve, nuk është e thënë që kjo specie është zhdukur përfundimisht. Ata janë të bindur që me siguri 100%, janë të bindur me siguri 100%, po të kryqëzohen disa raca të ngjashme mund të krijohet një tjetër specie identike me Lanson George-in, me të vetmuarin, me George-in e vetmuar. Kthehemi te ju peshore, bura gra qofshi, në javët në vazhdim do t'ju jepet mundësia edhe juve të krijoni apo të rinjallni në thonjza diçka që ka qenë e konsideruar e humbur. Kjo mund të jetë një marrëdhënie, një lidhje pune, një lidhje biznesi, apo qoftë edhe një ide e lënë bazdore. Çfarë do qoftë, mos e lini të humbas. Akrepi. Është akoma në përkëmbë edhe sot diskutimi për plehrat dhe besoj të gjithë ne. Për vend grumbullim plerash kuptojmë një vend ku hidhen mbeturinat apo gjërat e vjetra që nuk na duhen më e të tjera. Ky vend ndjehet nga kilometra distancë nga era dhe për të shkuar aty ne nuk veshim rrobat më të mira që kemi, po na u desh të shkojmë ndonjëherë. Por në rajonet veriore të shtetit Idaho në Amerikë ekziston një vend grumbullimi plerash ndryshe. Është përbër nga shumë hektar me mbeturina, por ka një zonë që vendalit e quajnë The Mall, që në rastin tonë merr kuptimin e magazinës, e supermarketit, e marketit, si të toni. Është një vend ku të gjithë çojnë gjithçka që nuk ju duhet, por që nuk është për t'u hedhur, dhe që dikujt tjetër mund t'i hyjë në punë. Një njeri që unë njoh, shqiptar natyrisht, të cilit nuk po ja përmend emrin, te ky vend, te ky mall, ka gjetur një sharr me motor që ishte pothuaj e re dhe që i shërbeu për të prerë gjithë degët e panevojshme që i krijonin problemet të shtëpisë. Pra shkoi ke ky vend, gjeti këtë sharrën që pa lek, e mori, e re, e përdori dhe mbaroi punën. Ta tregova këtë o akrep, bura grua qof, sepse edhe brenda teje ekziston një mall i tillë. Një magazin e tillë dhe po të rëmosh do të gjesh diçka të vlefshme që do të shërbej shumë. Kam përshtypjen se do të jetë një ide me të vërtet e vyer. Shigjetari. Nuk mund ta pranojmë botën kështu siç është, thoshte shkrimtari belg Hugo Claus. Edhe vazhdonte, çdo ditë zgjohemi duke zier nga zëmërimi për gjithë padrejtësitë që ndodhin rreth nesh. Thoshte ai, po edhe ne besoj, të gjithë ne çdo mëngjes zgjohemi me nerva nga padrejtësitë që ndodhin rreth nesh. Unë, edhe pse e thash këtë, nuk jam plotësisht dakord me këtë thënie. Unë personalisht e kam fjalën. Është shumë mëngjese mund të zgjohemi dhe të fillojmë të këndojmë duke falënderuar fatin që jemi gjallë, duke falënderuar fatin që kemi dikë që t'i flasim, t'i themi mirëmëngjes e tjera. Mund të zgjohemi të fillojmë të këndojmë sepse shumë gjëra rreth nesh, siç janë prindët, fëmijët, të dashurit, na e bëjnë jetën
vërtet të lumtur dhe nuk jemi të vetmuar. Por ka dhe nga ato momente, si thot Klaus, që janë shumë të vërteta. Dhe një nga këto momente është edhe ky në të cilin je ti o shigjetar, burra, grua, qofsh, ta kuptoj zëmërimin apo dëshpërimin e kësaj periudhe, por të them edhe që ky është momenti që këtë zëmërim apo këtë dëshpërim ta vësh në punë, jo për të shfryer e për të sharë, po për të riparuar të padrejtat që mund të jenë bërë dhe që të shqetësojnë shumë. Me një fjalë, zëmërimin ktheje në energji për të rregulluar punë, ktheje në forcë për të mbaruar punë, ktheje në besim për të mbaruar punë. Britsjapi. Robin Dramat Thakur është një poet nga Bangladeshi, fitues i çmimit Nobel në letërsi, si dhe autori tekstit të hymnit kombëtar të Bangladeshit. Një nga poezitë e tij është dhe ajo e titulluar Zongu i humbur, Stray Bird. Në këtë poezi ka ca vargje që thonë: kush mirë do të bëj, derës le t'i bjerë, kush dashuron, hapur do t'a gjej. Fix, pare. Jam shumë dakord. Jam shumë dakord me këtë thënie dhe të thënë kaq bukur. Por nuk mjafton vetëm që unë jem dakord. Ti o Bricja, burra, grua, qofsh, duhet të jesh dakord. Ti duhet të jesh dakord, jo se jam unë dakord. Dhe jo vetëm, por të këshilloj që duke filluar që sot dhe në ditën të vazhdim të mos nisesh nga dëshira për të rregulluar çdo gjë dhe çdo gjë ta vësh në vendin e vet. Jo. Lëre veten të përfshihesh nga dëshira për të ndihmuar këdo ka nevojë, dhe nëse do ketë gjë, zemrën e gjithkujt hapur do ta gjesh pa pasur nevojë të trokasësh. Do gjesh mirësi, mjafton që mirësi japësh. Ujori. Gjatë gjithë këtyre viteve kërkova dashurinë e pamundur, thoshte nga fundi i jetës shkrimtarja dhe regjisorja franceze Marguerite Duras. Po thuaj të gjitha libret e saj, po pjesë të saj që ajo ka vënë në skenë, reflektojnë pikërisht këtë ndjenjë të saj. Personazhet e saj janë pothuaj gjithkohës në një kërkim këmbgulës të një dashurie ideale e cila do t'i lejonte të shprehnin në formën më të mirë e të mundshme pasionin e tyre, që të plotësonin dëshirat e tyre. Por ndërkohë, marrëdhëniet në botën reale janë ndryshuar, ëndrat romantike ndjehen të keq trajtuara. Prandaj o ujor, burra, gra, qofshi, ju ftoj që në këtë periudhë të silleni në mënyrë të tillë që t'i jepni të drejtë shkrimtares Marguerite Duras. Prandaj o ujor, burra, gra, qofshi, ju këshilloj që këtë periudhë të silleni në mënyrë të tillë që t'i jepni të drejtë shkrimtares Marguerite Duras. Pra, të kërkoni e mundësisht edhe ta gjeni atë raport ideal në dashuri a në biznes qoftë. Peshq, burra, gra, qofshi. Ndërkohë, jo të gjithë e njihni prezantuesin dhe aktorin komik amerikan Jimmy Fallon. Shkoni shiheni në Google që ta kuptoni për kë po flas. Një artikull i revistës New York Times që trajtonte personazhin e Jimmy Fallon fillonte kështu: kritika që më shpesh i bëhet Jimmy Fallon është se qesh shumë dhe sipas sinikëve kjo gjë tregon një defekt të madh karakterial. Por mund të jetë edhe ndryshe, vazhdon autori i artikullit. Fallon qesh sepse argëtohet me të vërtetë shumë. Sipas asaj që unë lexoj tek mesazhi i juajve o peshq, burra, gra, qofshi, përpara keni një javë tip Jimmy Fallon, që nuk do t'u mungoj argëtimi, e qeshura nuk do t'ju ndahet dhe do t'jeni në një gjendje me të vërtet të shlirët dhe pa përokupime.
Sulaco, thotë Shqipëria e Jugut. Gjendje Sulaco. Personat e mbytur në trishtim do të përpiqen t'ju bëjnë të ndjeheni të turpëruar e në siklet për këtë gjë. Por ju të dashur pesh, bura, gra, qofshi, mos bini pre e këtyre njerëzve. Ndoshta edhe më shumë. Unë ju këshilloj t'i qeshi në fytyrë dhe të vazhdoni gëzimin dhe haren tuaj.